Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të veteranëve të luftës së UÇK-s, Gjevdet Qeriqi, ka rrëfyer se si ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka tentuar ta korruptojë atë përmes sekretarit të kësaj ministrie, duke i kërkuar llogarinë para se të bëhen ndryshimet ligjore në ligjin për veteranët. Qeriqi ka refuzuar kategorikisht këtë ofertë, duke thënë se që nga ajo kohë ai më nuk është ftuar në takime nga ministri Abrashi. Siguria të kanë shku me plan që të më përkrojnë financiarisht dhe me pas të fillojnë me këtu ndryshimet ligjore, sepse patën premtuar disa herë edhe kryeministri edhe ministri që do të jemi pjesë e këtyre ndryshimeve. Sepse edhe ne kemi qenë për ndryshime, por pozitive, jo negative, edhe me siguria kanë menduar që më herët të më shpërblejnë edhe më pas të merrem me këto ndryshime, edhe kështu që unë asnjëherë nuk pranoj për një qëllim timin personal që të dëmtoj veteranët e luftës së UÇK-s. Qeriqi në emisionin Fakt Plus ka thënë se nuk i beson prokurorisë se do të merret me pastrimin e listave. Ai ka thënë se në rast se nuk plotësohen kërkesat e tyre, ata do të organizojnë edhe protesta. Qeriqi nuk e ka përjashtuar mundësinë e eskalimit të këtyre protestave. Po ne çdo herë kemi qenë edhe jemi për që protestat të mbohen të qeta, të shfaqim ato pakënaqësisë, por ka raste ku eskalon situata dhe është e pamundur që të kontrollohet. Ne po besoj që edhe në rast se organizojmë ndonjë protestë që do të kalojë mirë, po asnjëherë nuk e marrim përgjegjësinë, sepse përgjegjësia bie me institucione të cilat nuk po e zbatojnë ligjin edhe po ju bojnë padrejti veteranëve të luftës së UÇK-s. E sa i përket punës së kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati, Qeriqi ka thënë se ai nuk është duke bashkëpunuar me këtë organizatë, nga se siç ka thënë ai, Gucati po punon në dëm të veteranëve të luftës. Ne po besoj